Agjerimi nuk prishet vetëm me bukë, prishet edhe me fjalë. Një fjalë nxjerr pa mend, ta prish gjithë ditën, ta prish qetësinë, ta prish shpirtin. Profeti a.s. ka thënë se kush nuk e len fjalën e keqe dhe gënjeshtrën, Allahu s'ka nevojë për urinë e tij. Gjuha është e vogël, por bën plagë të mëdha. Në Ramazan nuk fitohet duke folur më shumë, fitohet duke ditur kur me hesht. Nëse sot pate mundësinë me u përgjigj, përzgjo dhe heshtjen, agjerimi po të mbron. Nëse sot e mbajte fjalën brenda, edhe pse e kishe gati, zemra fitoi. Ramazani po të mëson se jo çdo e vërtet duhet thënë, jo çdo reagim duhet dhënë, sepse ndonjëherë heshtja është adhurim.